Jemi në zemër të Romës. Poshtë nesh, një 200 metra, është shatërvani i famshëm i Romës dhe i gjithë Italisë, Fontana di Trevi, një pikë turistike jashtëzakonisht e vizituar. Pra du të rish një 2-3 orë në radhë për të bëjë xhiro për të pa atë ujin aty që bie, është 200 metra është poshtë nesh. Këtu jemi në një shesh të vogël. Kapi që tabelën në tjetë, thot Sheshi Skënderbeu. E ka marrë emrin prej herojit ton kombëtar, i cili në vitin 1466 ka ardhur në Rom për t'i kërku mbështetje Papa Pali II, më duket. Mos gaboj, ky ka qenë papa i kohës, Papa Pali II ka ardhur për t'i kërku mbështetje në luftë kundër Osmanëve. Këtu është ndërtesa ku ka fjetë, ku ka qëndru Skënderbeu. Gheorghe Kastriota Skanderbeg, princi e Pirit. Pra kjo është hoteli, ndoshta hoteli ose nuk e di çka ka qenë atë kohë, hoteli që ku ka bujt Skënderbeu, po ta kujtoni, duket historianët kanë botu dhe ca letra dhe ca dokumenta që i ka pagu vetë lekët e hotelit. Se nuk ta jipte kollaj në mbështetjen as Roma, ndoshta që papa, domethënë ndoshta që të rezistonte, të bëhej barikadë otomanëve, po jo të shpenzoni shumë. Edhe kjo është një rrugicë shumë e bukur, po e rëndësishme është vendi ku ndodhet. Është në zemër të Romës, se sheshi është i vogël ja kaq. Rrugica këtej ndoshta Vittorio Skanderbeg, vazhdon kjo rruga, ka dëshirë të shikojë. Është një rrugë shumë e bukur, e mrekullueshme. Ndërtesa fantastike, është si lidhen ndërtesat me njëra tjetrën. Ja, tu. Edhe pastaj vazhdon, është zona arkeologjike e Romës është kjo. Dhe këtu kemi sheshin ton, sheshin e Skënderbeut. Kapi pak toja se shkruan ajo tabela aty lart. Vicolo Skanderbeg. Ato shohim çka ka këtu nga më lart se si vjen. Këtu janë ca shkallë, do t'jetë një godinë shtetërore kjo këtu lart. Shikoje ç'a mrekullie. Arkitektura e jashtëzakonshme. Ka edhe njërin kështu nga poshtë. Ky është sheshi, pra. Ky është sheshi Skanderbeg në zemër të Romës, ku Skënderbeu jon ka ardhur për t'i kërkuar ndihmë papës, edhe ka fjetë tek ky hoteli ku ose bujtin që mund të ketë qenë kohë. Ja kanë shkruajtur edhe atje lart princi e Pirit, Skënderbeg. Unë e di, kam lexuar ca dokumenta pra që edhe lekët e hotelit duket s'doshin me ja pagu atëherë, e ka pagu i shkret nga xhepi, duket se si e kanë ndihmuar të tjerët. Pra se edhe pse ka qenë cilësu kalor si kryshtrimit, mbrojtësi i kryshtrimit Skënderbeu jon, nuk është se e ka gjetë fush me lule, apo ka pas mbështetje të madhe nga papa, nga Roma, për qendresën e tij. Nga pjaca Skënderbeut në zemër të Romës, shihemi.